Kalojmë tani në hapësirën e diskutimeve tuaja, sugjerimeve, komenteve, pyetjeve që mund të keni për Dr. Berishën. Kush e dëshiron fjalën? Zonja aty. Vetëm prezantoni, ju lutem, e mbajmë brenda 2 minuta. Përshëndes Dr. Berishën dhe gjithë pjesëmarrësit në këtë sallë. Jam pak me grip, ju kërkoj shumë ndjesë për zërin. Ju falenderoj për këto dëgjesa, për këto takime me popullin, dhe jam e bindur se një ditë do vi edhe drejta e demokratëve. Të shenjtë, ne kemi familjen, dhe jemi shumë të shqetësuar nga aprovimi një ligji në parlamentin ton, që në familje të ketë bashkëjetesa apo martesa midis gjinive të njëjta. Me qenë se krijuesi i gjithësisë e krijoi që në familje të krijohet celula nga një çift, burr dhe grua, apo një femër dhe një mashkull, kush jemi ne që dalim kundër krijuesit të gjithësisë? Kush është parlamenti shqiptar që jep votën për të shkatruar familjen shqiptare? Gjithë secili nga ne e kemi të shenjtë derën e familjes tonë. Pasi aty kemi derën e hapur 24 orë, aty krijojmë familjen tonë, aty lindim fëmijë, aty rrisim dhe edukojmë fëmijë. Dhe kjo na ka shqetësuar të gjithëve, nuk është vetëm shqetësimi im. Si pensioniste, më duhet të ngrej dhe një problem tjetër, i cili është mjaft shqetësues. Kemi punuar me dinjitet gjithë jetën, por nuk trajtohemi me dinjitetin e duhur nga shteti. Ndjehemi të pa shpresë, pasi të ardhurat tona ekonomike janë tepër të pakta, dhe çdo familje mvaret nga buxheti i saj. Nëse nuk ke buxhet të mbash familjen, të ushqesh fëmijët, të krijosh të mirat materiale që duhen për të jetuar, dhe tani sa mosha vjen e kalon, aq më shumë edhe smundje, edhe ilaçe, të cilat shpeshherë detyrohemi t'i mbajmë recetat në përxhepa. Ndërsa qeveria për vete pasurohet çdo ditë, me ne tallet dhe nuk na jep as thërrime. Në një kohë që Zëvendës kryeministrja ka 300 e kusur apartamente, më shumë se gjysma e Tiranës jetojnë me qera. Problem tjetër, emigrimi dhe shpopullimi i Shqipërisë është një ndër plagët më të rënda. Në hyrjen e pallatit ku jetoj janë mbi 24 familje, por në atë derë pallati lëvizin vetëm 3 fëmijë. Ne, familjarisht, kemi 4 fëmijë, nga 7.000 përmbesa vetëm 3 kemi këtu, 4 kemi jashtë. Kishim një djalë mas 4 vajzash, edhe ai ka një djalë të vogël, por nuk ja shijuam as belbëzimin, as hapat e parë, dhe as gjë, dhe kështu si ne janë me qindra e mira familje shqiptare. Në qoftë se ju vini në pushtet, ato pallatet e Belindës, a do t'ju afrohen çifteve që pranojnë të kthehen nga emigrimi për të ndërtuar jetën e tyre në Shqipëri? Sepse në vendet e përmbytura, që ne e pam shumë mirë, që u hapen digat, u hapen portat dhe Shqipëria e Jugut pothuajse u përmbyt e tëra, listat bëhen, por shumë pak nga këto familje shpronsohen dhe ata janë shqiptar, na dhem çdo pjesë e dëmtimit të tyre. Një pul, nëse i është dëmtuar një familje, i ka sjell një dëmtim ekonomik, sepse i mungon një darkë, i mungon një vezë në ditë. Pa lema, pa hyrë, te bagdit, dhe shqyqyr Zoti që s'pati dëmen njerëz. Unë ju uroj shumë sukses dhe uroj që vetëm fitore. Faleminderit gjithë.